Bashkimi Evropian ka vendosur të shtyjë zbatimin e plotë të sistemit të ri të hyrje-daljes, EES, deri në shtator 2026, për shkak të shqetësimeve në rritje për kaos në udhëtimet gjatë sezonit veror. Kontrollet e reja kufitare, të nisura që në tetor 2025, po zbatohen gradualisht në aeroporte dhe porte, por teknologjia biometrike ka sjellë vonesa të konsiderueshme për pasagerët e avionëve, trageteve dhe eurotunelit. Në disa raste, pritjet e gjata kanë çuar edhe në humbje fluturimesh. Sipas një raporti të Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve, ACI Europe, koha e përpunimit në kontrollet kufitare është rritur deri në 70%, ndërsa në orët e pikut pasagerët kanë pritur deri në 3 orë. Komisioni Evropian bëri të ditur se shtyrja u jep shteteve anëtare më shumë fleksibilitet për të menaxhuar fluksin e udhëtarëve gjatë verës dhe për të shmangur kaosin në qendrat kryesore të transportit. Deri në zbatimin e plotë të sistemit, në disa pika kufitare, pasaportat mund të vazhdojnë të vulosen manualisht.